Në Universitetin Fanoli në Korçë, klubi letrar në bashkëpunim me Gjimnazin Fai Konica organizoi një aktivitet kushtuar jetës dhe veprës së poetes së njohur italiane Alda Merini, një prej zërave më të veçantë të poezisë bashkëkohore, e cila në krijimtarinë e saj ndërthur dashurinë, çmendurinë dhe fuqinë shprehëse të vargut. Nga krijimtaria e autores, si dhe materiale mbi jetën e saj, të cilat u bën pjesë e një diskutimi të hapur mbi ndikimin e Merinit në letërsinë europiane dhe mbi mënyrën se si ajo e kreu përvojën personale në poezinë universale. Mësuesja e gjuhës dhe letërsisë në Gjimnazin Fai Konica, Entela Petrov, vlerësoi rëndësinë e këtij aktiviteti në formimin kulturor të rinjve dhe në afrimin e tyre me letërsinë moderne. Ky aktivitet është zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin Fanoli në kuadër të programit JO. Aktiviteti sotëm ka si temë poeten Alda Merini, jeta dhe vepra e saj midis çmendurisë, dashurisë dhe poezisë. Dhe menduam që është një temë shumë interesante për të trajtuar edhe me fakultetin e mësuesisë në degën e gjuhëve të huaja, edhe në degën e gjuhës shqipe, për të treguar që poetët vinë në jetën tonë edhe përmes situatave të vështira, jo shumë normale, por gjithmonë din t'i japin më të mirën për veten, për njerëzit e dashur, për shoqërinë, por dhe për të gjithë botën. Që do të thotë, gjuha e poezisë flet në çdo kohë, në çdo moment dhe në çdo vend. Edhe nxënësja Megisa Maksut ndau përshtypjet e saj mbi njohjen me figurat e poetes italiane, duke theksuar emocionin që sjell leximi i vargjeve të saj. Sot kemi përgatitur materiale për jetën dhe veprën e poetes Alda Merini, një poete italiane e cila ne na ndihmoi të kuptonim botkuptimin e saj, si dhe të njiheshim shumë mirë me të mirën dhe të keqen, që çdo gjë të arrim jo vetëm duke u lumturuar, por thjesht edhe të jemi dhe prezencë për atë që jemi, dhe gjithmonë duhet t'ja dalim ban, pavarësisht sakrificave që mund të kemi, të jemi më të fortë dhe të mos dorëzohemi kurrë. Në takim ishte i pranishëm edhe poeti dhe përkthyesi Arjan Kallço, i cili ka sjellë në gjuhën shqipe një pjesë të veprës së Alda Merinit, duke mundësuar njohjen më të gjerë të saj për lexuesin shqiptar. Aktiviteti u mbyll si një homazh për poezinë që te kalon kufit në përvojës njerëzore dhe për autoren që zhndroi dhimbje në art.